unë që njerë si Graniti, me thonë, hej, njeri, ishpak, Granit Xhaka, kapiteni Arsenalit, ka shqiptara, bravo bre, apo den, bravo. Dua Lipa, me dal me bu Shqiponin, na e kena sta do të me dal me bu, se neve na vyn momentalisht, për shkak të imazhit, shumë mirë në botë, me dal që si jena na qata shqiptarë që menojnë njerë që jena na kriminella, jena hojna, që jem shku në bankë, kër i kom thonë jem shqiptarë, tha Albanian Mafia. Apo den, a nuk e dike që na e kena Dua Lipën, apo uten, e që kjo është e mira që këta njerës kanë mujtë me na e bu, edhe pse nuk jetojnë edhe veprojnë Kosovë. Qa ka mujtë me bu për neve, është me na përfacu denjësisht. Edhe kujna do që të thuti që I'm from Albania i ta bën Shqipullin, krejt e di. Ta shti menoje, për shembull në profesionin tem, të ki Drake-in. Drake është artisti më i madh i të gjitha kohërave. Se pas në harru. Edhe ai momentalisht, po e përfshi edhe vetën po përfshi, ai bën marketing për shqiptarët më shumë se une. Po kupton? Ai vesh jakën me Shqiponje, e bën spotin me Shqiponje, e përmend Prishtinën në Fjalë shqiptare të blushme në uniformat. Na kena marrë si Prishtinë. Do s'ka lidhje. Po. Apo kupton? Deklaron ai del për shembull edhe hiç shqiptare ajo kanadez. Edhe për neve o krenari, një njeri si Drake me pas Shqiponjën në shpinë, apo kupton? Nuk është të vendim Shqiponja, pse s'pi thonë Drake heke Shqiponjën s'është të vendim. Që me që fotografi që ka çfarë tatuje ka Valon Berami. Ja tregova. Atje po duket edhe më mirë. Pas dikun gjatë. Edhe në kom mropa e ka flamurin në Shqipullin. Po do me Se kemi s'durën. Kom mropa e ka flamurin në Që ta Shqipullin. shikus, që na edhe komën kush e ka. E disa trener, edhe në 2010 se s'malat me tregu, ka qenë në Afrikë, ka luaj standard, dërso Shaqiri ka qenë bonke, në luajën e parë merr karton të kush Valon Berami, por në kpucat e ka pos flamurin e Kosovës. Domethënë e ka mbështet maksimalisht Valoni Kosovën. Shumë. Tri shkolla ka bërë futbollit. Kanë investu